Sezoni veror, rritja kërkesës kryesisht nga të huajt për të bler ka bërë që në Vlorë të kemi një tjetër rritje të çmimeve të frutave, perimeve dhe produkteve të shportës. Për blerësit, shteti duhet të ketë patjetër kontroll mbi çmimet, pasi ato janë të papërballueshme. Blerësit thonë se çmimet vetëm rriten, ndërkohë që rrogat dhe pensionet kanë mbetur në vend numëro. Sipas tyre, për shkak të çmimeve, shumë prej tyre kanë reduktuar blerjet, ndërsa pohojnë faktin se rritja e çmimeve po dëmton ekonominë e tyre personale. Sigurisht s'kam pyetur njëri. Ashtu nuk e di, s'merr dorën time, ai që i ka privatisht, edhe do ishte sa i do qefi. Po çmimet shikojnë tjetër vend, jo këtu. Po do marrësh pak, do marrësh shumë, varet nga sa persona je për shembull. Ku diun privatisht s'ma merr mendja. E ka mallin e tij, do bëj çfarë doj. Po patjetër se lirëdishme, se sa më lira aq më mirë. Çmimet të larta janë. Të larta, sepse jo është një lloj tregtie që ka humbje shumë. Edhe duke pasur humbje, tregtari mundohet që të arrijë çka ka shpenzuar. Po verë sepse Shqipëria përgatitet për turizëm. Do jenë mbas 4-5 vjetësh do jenë çmimet një lloj si në jashtë shtetit. Unë mund t'i përballoj se varet ç'a pensioni marrë, ç'a kushton. E shikoj që nuk kursej dot asnjë, se pensionin e marr deri diku të mirë. Po, blejnë me numra, 2 speca, 3 domate. Në këtë sistem shteti nuk e kontrollon tregun. Tregu varet, çmimi varet nga kërkesa dhe oferta. Ndërkohë nga ana tjetër e vështirë është situata edhe për tregtarët. Gjendja ekonomike e shumë prej blerësve bën që ata të blejnë pak dhe përpasoj tregtarët të mos shesin. Shumë thonë se ende nuk kanë shitur asgjë. Në mungesë të fuqisë blerëse dhe për tregtarët, përballimi i jetesës është të tejet i vështirë. Blerës nuk ka fare. Këto ndërtime këtu na çmendën nga prurat e nga gjitha. Nuk vin asnjë makinë. Do i deri vonë sa të marr bukë për kalamajt. Tani unë kam bërë akoma lekë të arkës. Kem në 620, s'ka lëvizje fare. Vetëm rri deri vonën ajote, se pensioni nuk më der. Pensioni e disa sa lek me nëna? 100.000 lek. Po, patjetër. Me 100.000 lek ne çfarë do bëjmë? Me qiraja, pagoj 200.000 lek qiraja. Drita, ujë, bëçllogari vetëm me këtë banane. Siç mësohet, rritja e çmimeve vjen prej furnitorëve. Tregtarët e Vlorës i marrin produktet me një çmim më të lartë, teksa i shtojnë dhe fitimin personal, duke rritur dhe më shumë çmimet.